Po sikur mënyra më e bukur për të zbuluar Shqipërinë të mos ishte vetëm nga makina, por edhe nga biçikleta, këtë qershor, Skoda Albania solli Skoda Cycling Experience, një udhëtim 3 ditor i cili bashkoi ciklizmin, natyrën, rrugët panoramike dhe njerëzit që duan të eksplorojnë Shqipërinë ndryshe. Unë ndoqa këtë eksperiencë nga afër me Skoda Kodiaq si pjesë e rrugëtimit dhe makina mbështetëse gjatë itinerarit. Nga Pokradeci në Korç, nga Korça drejt Ersekës dhe Borovës, dhe më pas në përmet, rreth 185 km në disa nga pejsazhet më të bukura që ofron Shqipëria. Por kjo eksperiencë nuk ishte vetëm për kilometrat. Ishte për zimin herët në mëngjes, për biçikleta që bëheshin gati para nisjes, për rrugët mes liçenit, maleve dhe fshatrave, për ndalesat për kafe, për drekën lokale, për lodhjen, të qeshurat dhe energjinë e grupit. Dhe ndoshta, nuk është rasti që gjithë kjo eksperiencë mban emrin Shkoda, sepse shumë përpara makinave, historia e markës nisi pikërisht me biçikleta, me lëvizjen, me eksplorimin, me dëshirën për të shkuar më tej. Ky është një nga ato rrugëtime që duhet bërë të paktën një herë në jetë. Kjo ishte Skoda Cycling Experience. Po ti, nëse edicioni tjetër do ishte në një tjetër step të Shqipërisë, ku do doje të ishte?